Detajet të reja janë zbardhur nga arrestimi i 2 shtetasve kinez 2 ditë më parë nga policia e shtetit, të cilët akuzohen për mashtrim. Burime bëjnë me dije se për llogaritja e shumës që rrezikonte të vjedhej përmes skemës mashtruese të kinezëve nga llogaritë bankare të shqiptarëve nëpërmjet falsifikimit të faqes së postës shqiptare, shkojnë rreth 50 milionë euro. Mësohet se 2 kinezët, pasi erdhën në Tiranë për të vijuar aktivitetin kriminal, u akomoduan në një hotel shumë afër qendrës së kryeqytetit. Ata kishin planifikuar që do të qëndronin për disa ditë në Shqipëri dhe do të largoshin pas ngritjes së infrastrukturës për marrjen e të dhënave të shtetasve shqiptar, ndërsa parat do të tërhiqeshin nga jashtë vendit. Policia sekuestroi 17 telefona, një laptop, 12 pasaporta, 11 karta bankare, 7 karta identiteti dhe një patent. Në zbërthimin e aparatëve celular janë gjetur listat me të dhënat e 5.000 personave banues në Shqipëri. Në telefonat e këtyre personave dërgoi një link imitues si postës shqiptare. Nga klikimi këtij linku i jepej akses 2 kinezëve tek të dhënat private të personave dhe më pas te llogaritë e tyre bankare. Krimi kibernetik në drejtorinë e përgjithshme ka rënë në gjurmët e grupit të kinezëve nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të dark web dhe burimeve të hapura në internet, të cilat, pas janë verifikuar, kanë çuar në identifikimin e 2 kinezëve.